në këtë edicion do të ndiqni. As sot nuk u arrit konstituimi i Kuvendit të Kosovës. Nxënësit e shkollave të Kosovës diskutojnë për diversitetin kulturor. Vlerat e letërsisë Sarbëreshu pasqyruan sot para studentëve të Fakultetit Filologjik në Universitetin Femi Agani. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Për të 19 herë ka dështuar seanca për konstituimin e Kuvendit të Kosovës. As sot nuk pati kvorum për të votuar komisionin për votim të fshehtë. Pro votuan 54 deputet, një ishte kundër e nuk pati abstenime. Seanca ardhshme është saktuar për të premten me fillim prej orës 11. As sot, pas tentativës së 19, nuk u arrit konstituimi i Kuvendit. Deputetët nuk qenë të zotë që të kalojnë pikën e 3 të rendit, atë të zgjedhjes së kryeparlamentarit. E sot ishte hera 11 që shumica deputetëve opozitar refuzuan me mos ngritje dore për formimin e një komisioni për votim të fshehtë. Ky propozim për formimin e këtij komisioni erdhi më 1 maj nga kryesuesi i Kuvendit, Avni Dehari. Dështimi i sot ndodhi vetëm një ditë pasi kryeministri në detyrë i Kosovës dhe njëkohësisht lideri i LVV-s Albin Kurti ka insistuar se kandidatura e Agjiut për kryetare të Kuvendit është një vendim i partisë dhe se ajo nuk do të tërhiqet. Partitë opozitare PDK, LDK, AK dhe Lista Serbe theksojnë se është jo kushtetuese mënyra se si LVV-ja po përpiqet të bëjë që kryeparlamentarit të votohet përmes procedurës së fshehtë, duke kërkuar gjykatës kushtetuese të ndërmarrë një masë të përkohshme për ndalimin e mbajtjes së seancave, derisa të trajtohet kjo çështje si prioritet dhe të merret një vendim. Seanca u ndërprej për të vazhduar të premten më 23 maj. Nxënës nga qendra të ndryshme të Kosovës kanë folur sot për diversitetin kulturor. Secili prej tyre janë përpjekur të sjellin ushqime tradicionale për të përfaqësuar sa më shumë vendin që i përkasin. Organizatorët e vlerësuan projektin si një urlidhse për nxënësit e disa komunave. Mësimdhënës dhe nxënës që nga shkollat të ndryshme në Kosovë u bën pjesë e takimit të mbajtur në Xhakov, ku u diskutua për diversitetin kulturor. Aty u prezantuan kulturat, traditat dhe ushqimet karakteristike të rajoneve që përfaqësojnë në kuadër të ditës ndërkombëtare të diversitetit kulturor. Është pjesë e projektit ADA, i financuar nga Komisioni Evropian, implementuar dhe zbatuar nga Qendra për Arsim e Kosovës. Jemi një ekip shkollor, thirret klubi për ndërmjetësim, të cilët veprojmë në shkollën e mesme të lartë ekonomike Kadri Kusari, dhe është para pa që gjatë aktiviteteve që kemi në kuadër të këtij projekti, e kemi para pa që ta mbajmë edhe këtë aktivitet sot. Përndryshe kemi ftuar edhe shkolla tjera partnerë që janë në këtë projekt, edhe nxënësit, edhe besoj që kemi kaluar një ditë dhe kemi shpalosur traditat edhe kulturat tona. Ky projekt përfshiu nxënësit e 15 shkollave fituese nga 11 komuna të ndryshme në kuadër të projektit për veprim kundër diskriminimit, kështu thot Ardita Kabashin nga Qendra e Arsimit në Kosovë. Kemi organizuar një aktivitet ku prej 11 komunave, respektivisht 15 shkollat përfituese, mentorët e shkollave dhe nxënësit janë pjesë e këtij aktiviteti ku secila prej komunave ka sjell ushqime ose gjëra tjera të cilët edhe tregojnë diversitetin kulturor, do të thonë traditat e tyre për shkak të ditës së diversitetit kulturor. Gjithsej në projekt i kemi 150 nxënës, sot nuk i kemi të gjithë për shkak të pamundësisë së pjesëmarrjes, po i kemi komunën e Prishtinës, komunën e Podujevës, kemi Mitrovicën, Vushtrinë, Pejën, Istogun, e kemi Hanin e Elezit, e kemi Vitin, Prizrenin, Gjakovën, edhe Ferizajn. Për ndjesinë të qenurit pjesë të këtij aktiviteti, ku shpalosën shumë karakteristika kulturore, foli nxënësja flutur Zenunaj. Jam këtu të përfaqësuar shkollën e artit, do dhe si Paskali prej Pejës. Ndjenja mirë me qenë prezent këtu në këtë muze, ka është bukur edhe me vlera shumë dhaja. Ata çfarë prezantove ti këtu si kulturë e qytetit tënd? Si kulturë të qytetit tim, ne këtu kemi pru disa ushqime tradicionale që janë Pejës. Ky aktivitet synon të promovojë mirëkuptimin, respektin dhe vlerësimin e kulturave të ndryshme që bashkëjetojnë në Kosovë, përmes bashkëpunimit të drejtpërdrejtë të nxënësve dhe stafit arsimor.
Studentët e gjuhës dhe letërsisë shqipe në Universitetin Femiagani janë njohur me shumë për historinë e arbreshve të Italisë dhe veçoritë e tyre. Studiuesi Antonik Berisha tha se shqiptarët e Italisë janë një minorancë gjuhësore dhe kulturore e pranishme në Itali. Në ambientet e Fakultetit të Filologjisë të Universitetit Femiagani në Gjakov, u mbajt një ligjërat me profesorin Dr. Antonik Berisha me temën veçantitë dhe vlerat e letërsisë së arbreshve të Italisë. Ligjërata solli një pasqyrë të thelluar mbi trashëgiminë letrare të komuniteteve arbreshe. Profesori Berisha ndohu me studentët dhe stafin akademik përvojën e tij, shumë vjeçare në fushën e kërkimeve letrare, gjuhësore dhe kulturore. Është një letërsi që ne mirërisht e kemi studiuar, por nuk e kemi studiuar si duhet dhe nuk e kemi studiuar mjaftueshëm. Unë këtu kam një libër që kam votuar me 2008 në Kozencë, që nuk është as më pak e as më shumë se sa vetëm një pikë ujë në det. Letërsia e arbreshve të Italisë nuk është ajo që e njohim ne dhe nuk është ajo që na shton në shumë studime që janë kushtuar asaj. Ajo është një letërsi shumë më pasër dhe shumë më lartësuar se sa del në disa punime ose në shumicën e studimeve që e punime që janë votuar për letërsinë e arbreshve të Italisë. E para punë është lexuar keq. Sepse ju e dini më mirë se unë se leximi është një nga aktet më të rëndësishme që shërben, është çelësi kryesor për të futur te pota edhe të veçantia e artit të fjalës e letërsisë. Ndërkaq, studentja Marieta Nika para të pranishmëve solli disa informata nga të arriturat e profesorit Berisha në fushën e letërsisë. Që nga viti 1973, punoj në Institutin Albanologjik të Prishtinas. Në fillim asistent, pastaj bashkëpunëtor shkencor, bashkëpunëtor i lartë shkencor dhe këshilltar shkencor. Në vitin akademik 1992-93, mbajti mësim në katedrën e albanologjisë Universitetit i Nyhot. Kontributi i studiuesit Berisha u vlerësua edhe nga profesori Kamber Kamberi. Falënderim për profesorin Antonik Berisha, një falënderim me shumë nën falënderime nëse mund ta quaj kështu. Njëherë për kontributin e tij të jashtëzakonshëm në fushën e letërsisë, të prozës, të studimit, të publicistikës dhe të kulturës shqiptare në përgjithësi, për botimet e tij që ua ofron lexuesit të gjerë, jo vetëm shqiptar. Gjithashtu një falënderim tjetër për gatishmërinë e tij, që është i gatshëm që sa herë ta ftojmë këtu në mesin ton, gjen kohën dhe shpreh gatishmërinë që para studentëve tanë të vijë dhe para neve të vijë dhe të mbaj ligjërat. Kjo ligjërat u vlerësuan nga të pranishmit si frymëzim për studentët dhe studiuesit që kërkojnë të kuptojnë më shumë mbi rrënjët e letërsisë shqiptare jashtë kufive. Meditimi është një praktikë që përfshin fokusimin e mendjes dhe qetësimin e trupit për të arritur një gjendje të thellë, relaksimi dhe vetëdijësimi. Hipnoterapistja Regja i thotë se meditimi është rrugtim ka vetja jon e vërtet. 21 maj shënon ditën botërore të meditimit, e cila shërben si thirrje për njerëzit që do gjejnë kohë për këtë praktikë mijëvjeçare. Valentina Regja, hipnoterapiste, është shprehur se ka qenë ndër të parat që ka përmendur meditimin dhe se njerëzit as të kohë kishin shumë pikpyetje në lidhje me këtë praktikë. Sipas hipnoterapistës Regjaj, meditimi është rrugëtimi ka vetja jon e vërtet. Tani për meditimin flasin shumë njerëz, unë jam një ndër të parat, kam dalë para shumë viteve. Kam përmend meditimin dhe kanë fillu njerëzit të me pyesin, a ka të bëj diçka me feja, është gjinaf, a guxoj të meditoj, kurse unë ja kam shpjeguar se meditimi është diçka shumë e natyrshme dhe ne të gjithë lindim meditues. Do thotë, ne lindim meditues dhe ne pastaj atë shumë programohemi dhe jemi shumë në mendime dhe harrojmë të meditojmë, harrojmë të jemi në të tashmen, harrojmë të shijojmë gjërat që ne i bëjmë, harrojmë të jemi në atë fuqinë tonë, harrojmë se kush jemi.
Dhe pikrisht meditimi është rrugtimi ka vetja jone vërtet, sepse në meditim ti e kupton se nuk je mendimet e tua, nuk je programi, dhe ti mbasi ta kuptosh se ti nuk je ato ti ato mundesh edhe me ndryshu. Hipnoterapisja Rexhaj ka potencuar se meditimi do shumë disiplinë dhe se duhet të besojmë në fuqinë e kësaj praktike. Don disiplinë, natyrisht don disiplinë, gjithçka don disiplinë, dhe unë në fillim më ka dashur me shty veten që me ul trupin në vend, mendjem ka thonë ti ke fëmijë, ti tash dush me bë këtë, por unë nga që ju kam besu aty në njerëzve para meje që kanë folë për meditimin dhe kanë thonë medito, do gjesh përgjigje medito, do gjesh veten medito, do fillosh ta duash veten medito, se do kuptosh veten, do kuptosh botën, do kuptosh jetën, dhe unë ju kam besu këty në njerëzve dhe besim do të thotë ti shofish gjërat para se në realitet dhe vërtet unë kam ull veten, kam disiplinu veten që të meditoj çdo ditë dhe meditimi ka bërë mrekulli me mu. Kur njerëzit mendojnë se s'kan kohë dhe janë në stres, pikërisht atëherë duhet të meditojnë, tha mes tjerash hipnoterapistja Rexhaj. Blektori Besnik Dinaj në shtallën e tij mban rreth 20 kafshë për majmëri. Ai thotë se angazhimi me këtë veprimtari përpos që është e mirë në të njëjtën kohë ka dhe përfitime materiale. Besnik Dinaj, fermer nga fshati Hereq, aktualisht ka në pronësi rreth 20 krerë kafsh për majmëri. Në një pronësim për mediumin ton, ky fermer thotë se ky investim është fitim prorës. Për momentin i kem 20 krerë bika, kena edhe atje të shtëpia i kem dikon një 2 lop edhe një 2 viqa. Është se ja vlen dikon 3.7 dhe 4 cilët kilogrami mishit me kilazha gjallë. Ja vlen, që du më thonë mishin e ki, tash veç ja ki me shqitë se ka treg. E kur është fjala për sigurimin e ushqimit të këtyre bikave, fermeri Dinaj thotë se ka të siguruar pasi disponon rreth 30 hektar tokë. Ushqim kem të siguru më bollë, se kom dikon 30 hektar shatin Hereq, tu faleminderes pej agjallarëve, pej, du më thonë, fshatit Hereq. Jënë më nuna të njërë sa ma si ma kanep, po du më thonë, mu shërbyje, do i kem me qëra, do kështu, po sa do këdo, në kanë mbështet. Mes tjerash, Besniku tregon edhe se si mund të bëhet shitja mishit nga kafshët që kanë arritur peshën e duhur. Këta i kem për shitje, kësmet, dikun që tash 5-600 kila kanë arrit peshën, prej 15 shtatorit se kem bo hapjen e shtallës. Du më thonë, mirë në ka shku dhe ishtu, do të vazhdojmë kësmet edhe me mujtë mos gjeru dhe ma shumë. Dinaj së fundmi ka përfituar nga një grant nga Ministria e Bujqësisë për të përmirësuar gjithnjë më shumë kushtet e veprimtarisë që ushtron. Mbështetje për Ministrisë Bujqësisë, granti ka qenë 50.000, dikon 49.100, 32.000 nga ka mbështet Ministria. Tjera të dashtë vetë me participu. Krahas kafshëve për majmërimin për shitje, Dinaj ka në pronësi edhe disa lope viqa, të cilat i mban për nevoja familjare, ndërkohë ka apeluar që investimet në sektorin e bujqësisë janë një element i mirë për mirëqenjen e familjes. Lëvizjet e vazhdueshme të temperaturave gjatë gjithë stinës së pranverës kanë ndikuar negativisht në pemët e mbjellura. Ferit Fetaj nga fshati Hereq thotë se rendimentet këtë vit mund të janë më të ulta për shkak të temperaturave. Ndryshimet klimatike dhe lëvizjet e vazhdueshme të temperaturave kanë ndikuar ndjeshëm në bujqësinë vendore e veçanërisht në pemtari. Ferit Fetaj, kultivues nga fshati Hereq, thotë se për shkak të kushteve jo të mira klimatike, disa lloje të pemëve janë dëmtuar. Llojet pemëve kanë prej më të ndryshmeve. Dikun ja 1000 trupa janë prodhim autokton shumica të vjetra, ka kumull autoktone vjetër, janë mollat prej llojeve më të ndryshme. Temperaturat kanë kriju shumë probleme këtë vit, i kanë shkatru gati tërësisht, kanë ndiku negativisht edhe për vitin e ardhshëm. Kjo një punë e madhe gjatë gjithë kohës të zhvillu prej ditëve më të hershme pranverës, me kitje, me trajtim që duhet për mollën gjatë gjithë vitit,
edhe nga ka shqetësu pak se po duhet një kontribut i madh gjatë tanë kohës për me përfitu dishka, si vjetemi në zero në këtë drejtim. Pemtari Fetej gjithashtu thot se përkundër vështirësive, kjo veprimtari të sjell edhe të ardhura të mira financiare, por e nevojshme do të ishte përkrahja institucionale. Përfitimi nuk është edhe i dopt, po ka nevojë njëri edhe ndoshta edhe me pas edhe një ndihmes për kuvendit komunal edhe për ministrisë bujqësisë. Ndihma kishte me qenë për shembull te ujitja. Shumica këtu në fshatin ton janë afër 100 hektar tokë, deri në 200 klasit parë, një kanal i ujitjes mungon shumë. Edhe për ata njerëz po hezitojnë edhe me punu se kur s'ka ujitje ato shkojnë dom gjatë temperaturat e mëdha gjatë verës e vështirësojnë kultivimin e tyre me pas prodhim sa ma cilësor. Bazuar në temperaturat e këtyre ditëve, Pemtari Fetej thotë se nuk presim rendimente atë sa kemi planifikuar. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Dita e sotme është karakterizuar nga moti ndryshueshëm, me temperatura që kanë lëvizur nga 12 deri në 23 gradë Celsius. Për nesër parashihet moti Vranët me diell, me temperatura të cilat do variojnë nga 12 deri në 24 gradë Celsius. 11 deri në 24 gradë Celsius parashihen vlerat e temperaturës gjatë së premtes, karakterizuar nga moti Vranët me diell. Moti Vranët e Merreshi shiu parashihet gjatë së shtunës, me temperaturë minimale 11 gradë, ndërsa maksimalja pritet të jetë 20 gradë Celsius. Për të dielën, temperatura do variojnë nga 12 deri në 19 gradë Celsius, karakterizuar nga moti Vranët e Merreshi shiu. Mot me vranësira Merreshi të kopaskoshme shiu parashihet të jetë edhe të hënën, shoqëruar nga temperatura 13 deri në 22 gradë Celsius. Për të martën parashihet moti Vranët e Merreshi shiu, me temperatura që do lëvizin nga 14 deri në 25 gradë Celsius. Para se të ndahemi, të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. As sot nuk u arrit konstituimi i Kuvendit të Kosovës. Nxënësit e shkollave të Kosovës diskutojnë për diversitetin kulturor. Vlerat e letërsisë Arbëreshu pasqyruan sot para studentëve të Fakultetit Filologjik në Universitetin Femi Agani. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri, si dhe rrjetet tona sociale. Mirupafshim.